Adelina, sa e vështirë është të rrëfesh kujtimet e tua kur janë kaq të rënda? Patjetër që është shumë e vështirë, dhe kjo ndodh kryesisht kur personi është jashtë rrezikut, është në distancë ose ka gjetur mbështetje emocionale për ta bërë këtë gjë. Nuk është e thjeshtë të rregosh traumat, një sekondë, Adelina, se Andi me të drejtë përmendi që mënyra se sa shumë ngarkohen psikologjikisht, ndonjëri çon të marrin dhe vendime për t'i dhënë fund jetës së tyre etj me radhë, këtu i referoj familjeve mbretërore që nuk është se ka ndodhur, po mund të ndodhi. Vajza në fjalë, e cila ka rrëfyer këto kujtime, e ka ndërmarrë një hap të tillë. Si pasojë e ngarkesës, apo si pasojë e asaj që kaloi, apo sepse vendosi të flasë? Duke jetuar për një kohë të gjatë, sepse kjo kemi të bëjmë një traumë komplekse në këtë rast, kjo është eksaktësisht një traumë komplekse me vite, vjen një moment ku thua enough, është mjaftueshëm, është bollë. Kanë jetuar në kohë të gjatë në frikën e mosbesimit, kërcënime, të drejtë për drejta ose të nënkuptuara, dhe një ndjenjë të madhe trupi. Dhe gjithë kjo gjendje kalon në simptomatologji fizike. A është dorëzim sepse përballë ke persona shumë më të fuqishëm se ti, apo është ngarkesë emocionale, pse më ndodhi mua kjo? Frika është se pushteti dhe mbas edhe kërcënimet, mbas edhe forma e të trajtuarit, sepse ata që kanë pushtet bëjnë doppio mesazh. Nga një anë të ofrojnë shumë kushte dhe shumë para, që duket sikur po kujdesin për ty, dhe nga ana tjetër ka dhe kërcënimet për heshtje. Dhe kjo sjell të gjithë këtë heshtje për shumë kohë dhe në një moment shpërthen. Virginia shkruante se besonte se do të vdiste si sklave seksuale. Çfarë kalon në trurin e një 17 vjeçareje për të pasur këto mendime dhe për t'u trajtuar në atë lloj forme që është trajtuar? Mendja e një të abuzuare kronike për kohë gjatë hyn në një regjim vjetese. Viktima bindet se çdo reagim i saj nuk ka vlerë dhe fillon të jetojë vetëm për shmangur dhimbjen. Kjo gjendje është shumë shkatërruese për vetvlerësimin dhe vetbesimin e vetë personit. Kuptoj. Naim, si janë kujdesur mediat të jenë të rregullt dhe të balancuar në dhënien e informacionit, sepse preket familja mbretërore? Padyshim ka dy aspektet të familjes mbretërore dhe skandalet që ka pasur padyshim sot, sidomos pas publikimit të memuarit. Nga parë aspekti ligjor dhe duhet që të themi se princi Andrew duhet prezumohet i pafajshëm derisa të provohet që është i fajshëm në një vendim gjykate në Britani apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga ana tjetër është ana morale dhe integriteti i familjes mbretërore dhe tashmë princi Andrew me të gjitha këto publikime është dëmtuar shumë rënd nga ana publike dhe perceptimi i publikut britanik për djalin e mbretëreshës dhe vëllain e mbretit. Në këtë kontekst, të gjitha familjet britanike pa dallim kanë vënë re që princi Andrew është subjekt i një skandali që nuk ka të ndalur dhe të gjitha mediat kanë pas artikullin kryesor skandalin e princ Andrew, që do të thotë që i kushtoi një vëmendje të veçantë aktiviteteve të familjes mbretërore dhe sidomos do të thosha princit Andrew, pasi është një përfaqësues i familjes mbretërore, biri i mbretëreshës, që thatë vllai i mbretit, dhe padyshim veprimet e tij kanë një refleksion të thellë në shoqërinë britanike. Le të mos harrojmë se ka një mbështetje të madhe të qytetarëve britanik për familjen mbretërore dhe familja mbretërore gëzon një mbështetje në gjithë botën, do thosha. Por skandalet kanë pas të sosur për familjen mbretërore, duke qenë se janë qendra vëmendjes e medias botëror dhe publikut britanik kudo që janë. Çfarë lloj fuqie ka vëllai i mbretit sot në Britani? Kur them fuqi, referohem lloj vendimarrjeje apo ndarje të pasurisë apo rëndësisë që ka për vetë britanikët?
Vllai i mbretit nuk ka vetëm rëndësi ceremoniale, nuk ka asnjë rëndësi ligjore që të ketë mundësi influence ose ligjbërëse o ligjzbatuese ose indikim tek autoritetet për qëllime të veçanta, pra është thjesht tituj dhe influence ceremoniale. Që është vllai i mbretit. A ka bërë ai ndonjë koment pas këtij skandali? Ka dalë diku, ka folur, ka pasur deklarat? Të dëshim mediat kanë qenë të balancuara duke paraqitur informacionet, siç e thash, 2 ditë përpara në një librari të Londrës janë paraqitur 2 librat e parë të Virginia Giuffre dhe kanë dalë përpara se të botoheshin, domethënë sot, të bëhej publike libri i saj dhe familja mbretërore dhe politika britanike kanë qenë të përgatitur, do thosha, për atë, edhe media britanike kanë të përgatitur për atë që do ndodhte. Dhe kanë cituar Ferdinand që ai mohon çdo lloj akuzash kundër tij dhe kanë insistuar që nuk ka bërë asnjë gjë jashtë të ligjshme, por të janë akuzat të rënda. Kam lexuar që ka qenë shumë e vështirë për të gjetur një shtëpi botuese. Kjo për shkak të rrëfimit tronditës që ka pasur në të. Ke informacion për këtë? Pse është kjo lloj vështirësie në të thënurit të vërtetës? Po të shpekosh ekstrakte të memuarëve, bëhet fjalë për një rrjet të veçantë ose rrjet të madh politikanësh, drejtuesit, mbretësh, që janë pjesë e kësaj aventure, orgjie seksuale me të mitura dhe shohin veten mbi ligjin dhe shohin vetën si nuk mund të dënohen nga askush dhe ligji është tjetër për qytetarët, ligji është tjetër për ta. Prandaj ky ka bërë ky libër bën një rrëfim tronditës ku thotë që politikan ose udhëheqësa ose mbretër ose përfaqësues të familjes mbretërore mund të kryejnë veprime të tilla si ato që shtyr për të përshkruar nga ajo që përshkruan në këtë memuar dhe janë sot në drejtim të mbretërive, në drejtim të qeverive, të shteteve, prandaj është një skandal në vetë. Ka një pyetje të lutem Andi Naim për ty, po. Përshëndetje. Përshëndetje. Përshëndetje, faleminderit. Sa parashikon ligji se mund të dënojë Andrew në këtë rast? Andrew, atëherë a është njësoj ligji me mbretërorët, ndryshe nga qytetarët e këtij shteti? Ligji është i barabartë për të gjithë. Pra nuk ka diçka që e bën special, veçantë. Absolutisht, nuk ka asnjë trajtim të veçantë sepse është përfaqësues i familjes mbretërore. Nëse princi Andrew do të hiqen çdo titull i tij dhe do të ketë akuza zyrtare, do të përfaqësit në gjyq, atëherë është si çdo qytetar tjetër dhe ligji don çdo qytetar që ka kryer vepra kriminale një lloj pavarësisht nivelit të tyre politik apo dhe influencës që mund të kenë. Çfarë mund të ndodhi me popullsinë tashmë nëse ai dënohet, ai sa e parashikon ligji dhe a mendon se mund të ketë humbje besimi tek mbretërorët nga populli? Çfarë parashikohet? Familja mbretërore dhe mbreti Charles janë kujdesur shumë që emri i tyre të mos përfshihet me princin Andrew, vllain e mbretit. Dhe në qoftë se do të kemi ka një shtytje të përgjithshme të medias dhe publikut britanik që princi Andrew të distancohet zyrtarisht nga familja mbretërore. Dhe mbreti dhe familja mbretërore po bëjnë çdo përpjekje që veprimet e tij të quhen të izoluara të një individi, pavarësisht se është vllai i mbretit, dhe to që mos ndikojnë familjen mbretërore dhe influencën e saj në shoqërinë britanike. Është absolutisht, do të themi që publiku në përgjithësi janë në mbështetje familjes mbretërore. Princi Andrew ka qenë subjekti shumë dyshimeve për skandale, por ky është një nga më të vështirët për ta. Andi, ndikon tek stafi, tek njerëz përreth familjes mbretërore momenti që ka incidente të këtij lloji? Çfarë qasje ka? Psikologjikisht mendoj unë. Psikologjikisht jo nga ana ligjore, patjetër që ndikon. Ndikon në opinion më tepër. Nuk është se
Ose mund të ndikoj që pse ju nuk keni vënë re për shembull shenja që ky mund të ishte pedofil, vetëm thjesht mund të merren në pyetje nga ana ligjore, po jo që mund të dënohen. Ose nëse bëhen pasaj hetime të mëtejshme dhe del që nuk ka lidhje. Del që ka lidhje, do thotë ju e keni vënë re dhe nuk keni shprehur asgjë, do thotë që jeni bashkëpunim në krim. Pra, nëse mund ta lidhëm nga ana ligjore. Mirë, varet nga çështja e hetimeve. Po pra, është varet thash nëse i futën në hetimeve. Por nga ana psikologjike patjetër që ndikohen dhe duhet shumë kohë që ato të rimarrin veten ose nga një gjenerat tjetër e obortarëve që të shkojnë të punojnë duke mos e përjetuar atë që kanë përjetuar sot këto. Adelina, të pyes pak, a ka ndikim tek njerëzit, tek qytetarët, qasja dhe besueshmëria që kanë ndaj institucioneve, në këtë rast kemi të bëjmë me familjen mbretërore, pasi lexojnë dhe dëgjojnë të tilla skandale, a futen, po ta them shqip të gjithë në një thes? Tendenca e popullatës është për t'i futur të gjithë në një thes, sepse po flitet për familjen mbretërore që është në shërbim të popullatës. Dhe duke qenë se ka zgjatur shumë në kohë dhe ka pasur heshtje totale, kjo sjell një farë mosbesimi tek familja mbretërore kryesisht, pavarësisht se i duan nga njëra anë, por nga ana tjetër sjell dhe pasiguri në popullat. Je okay me më dëgjon, je në rregull me audion, me zërin, se kishe një problem më herët, je okay? Si më mirë. Se të shoh që shkëputesh her pas here. Po, tani të lutem, më shpjego vetëm një detaj. Në të tilla raste, kur ka rrëfime, siç është vajza e Askujt në librin e saj dhe ketë bësh me emra dhe persona të pushtetshëm, a nevojitet një person ku ti rrëfehesh, ku ti flet, çfarë ndihmon të kesh një rrëfim pas kaq shumë vitesh? Pra ajo ka qenë 17 vjeç kur i ka ndodhur ngjarja, vendos të bëj këtë libër, më pas t'i japi fund jetës së saj. Çfarë mund ta ketë shtyrë të flas? Besoj se ka përjetuar mjaftueshëm dhe nuk ka mundur më. Ajo çfarë ndodh, jo vetëm këtë rast, në shumicën e rasteve të ngjashme të tilla, kur ndihet e pambrojtur, e pambështetur, e pashikuar, e pa dëgjuar, është futur në një sistem dhune të tezgjatur, atëherë vjen një moment që paktën besoj zonja ka menduar për të tjerë të flasun edhe për të tjerët, sepse ajo din edhe shumë më shumë. Nëpërmjet narrativës së saj është munduar të japë një mesazh që ka edhe të tjera, nuk jam vetëm unë. E kuptoj qartë. Mbas unë mendoj se ajo duke thënë që unë e vrar jam, dhe nëse e humb këtë betejën, prapë nuk kam se çfarë humb. Ndaj, po vendos të flas, mendoj unë. Po pra, po çështja është që pas botimit, pas realizimit të librit vendos të japi fund jetës, për këtë doja të dija më shumë çfarë kalon në psikologjinë e njeriu që vendos të rrëfehet, a mund të ketë pasur shtys nga, nuk e di, biseda me psikolog, me të afër, me familjar që e kanë bërë të bëjë këtë libër dhe pastaj të ndërmarrë këtë hap për t'i dhënë fund jetës vet. Ktu doja të ndalesha më shumë. Sepse një abuzuar kur bën narracionin dhe tregon, ajo din shumë mirë që do përballet me një betejë të madhe ligjore. Ku duhet të ripërsërisë traumat e saj, të ritregojë, të ripërjetojë traumat e saj. Dhe mendoj se kjo ka qenë pa përballueshme për shkuar më tej. Ajo ka thënë ka nxjerrë nga trupi i saj, por nuk përballohet dot më tutje, se kemi të bëjmë me një pushtet shumë të madh të familjes mbretërore. Naim, po thoje, para se ta mbyllim? Po thoj që mënyra se si është abuzuar dhe dhuna e ushtruar ndaj saj dhe vajzave të tjera të mitura do të ka qenë ai qëllimi kryesor i publikimit të këtyre memuarëve, në mënyrë që të sensibilizoj vajzat të tjera që ndodhen në situata të tilla, kudo që janë, që mos kenë fatin e saj dhe po ta shikosh mënyrën se si përshkruhet në mënyrë grafike në memuare trajtimi dhuna seksuale ofruar e ushtruar ndaj saj dhe mënyra se si sadomasokist të çmendur kanë ushtruar dhunë ndaj saj dhe vajza të reja. Besoj kjo ka qenë një para sensibilizimi për vajzat të tjera dhe dyta ajo që s'ka mundur ta përballojë dhe i ka dhënë fund jetës. Qartë. Base. Tani po supozojmë base mund t'jetë dhe edhe mund t'jetë kërcënuar apo? Po, e sa më herët të Adelina që dhe kërcënimet mund t'jenë pjesë e kësaj. E fundit, përpara se t'ju falenderoj të gjithëve, Andi,
A mundet të ketë kjo një lloj pasoje të gjerë për gjithë familjet mbretërore? Di pse e them këtë? Nga qasja që krijohet nga njerëzit, sepse ka pasur me kalimin e viteve një lloj rënje vlere dhe rëndësie në sytë e njerëzve ndaj familjeve mbretërore. Po, pa edhe mund të ketë, mendoj se edhe mund të ketë, edhe mund të ndikoj. Kam përshtypjen se po, aq më tepër që ka pas një rënje, tani i bie që të bjerë në formë drastike, por mbase edhe nuk... Qartë. Faleminderit shumë, Andi. Naim, t'jam mirënjohëse për gjithë sqarimin faktikisht të gjitha fushave, qoftë mënyra si është përjetuar në Britani, po ashtu edhe nga ana juridike. Adelina, kënaqësi.